Trumpi në këtë pikë po bën atë që ka premtu. Po godet një organizatë kriminale që cënon interesat ekonomike amerikane. Terroriste, e klasifikuar. Bideni në nëntor të 2023-shit, kur grupi Houthi kishte filluar që të blokonte anijet në detin e Kuq, nuk pati një operacion të fort kundër tyre. Dhe Trumpi e nërmerr këtë aksion. Dhe me këtë aksion, Trumpi po godet 2-3 diapazone. Në radhë të parë don që tulin Iranin në tavolinë, në radhë të dytë po hap atë pengesë që ka pas për normalizimin e tregtisë në detin e Kuq, dhe unë besoj, pavarësisht se situata duket e vështirë, se nuk do të ketë luftë, pasi sikur e pame edhe për letrën, aty u shpreh që në fillim që për ndërmjetësimin e situatës për t'i ulë në tavolinë për me arrit marrëveshjen për uraniumin dhe marrëveshjen bërthamore, është Rusia, pasi Rusia ka aleancë strategjike ushtarake me Iranin dhe besoj se Rusia është i vetmi ndërmjetësues të cilit Irani i beson.